Përshëndetje goca, përshëndetje. Këto janë muffin që më përgatita për vajzën që i qoj tek puna për kolegët, edhe ja si dollën, kam bërë 20 copë, sa ta ishin 15 veta, por unë bera 5 copë më tepër. Dhe ja kjo ishte rezultati, po ishte në mëngjes, edhe i kam mbushur me çokoladë pandistele. Tu kam thyrë 4 kokravez, si që shikoni, po i them sakte, se pastaja, nuk janë 3, janë 4, ose nuk janë 4, janë 3. Besha ka, gjithsesi kam thyrë 4 kokravez, si që shikoni, kam shtuar 1 gotë sheqer, aty të rreth 150 gram. Unë eca me goda, se receta ishte me goda dhe unë e bera me goda. I përzije mirë dhe i sa të shkri sheqeri, që të vi, tu kam shtuar 150 gram kos, edhe i përzijmë bashkë që të gjitha. I trazojmë sërisht, si që shikoni. I kam shtuar 1 lugë uthull molle. Asnjëherë se kisha bërë këtë recetë, por dolën më të buta dhe më të mira nga. I kam shtuar pak krip, pak fare. Edhe i trazoj mirë derisa të ashtu dhe kosi, të tretet dhe kosi. I kam shtuar 1 gotë qumësht. Si që thash, unë kam ecur me goda dhe në qoftë se doni t'i beni, i beni dhe ju me goda. I kam shtuar, më falni se në videon e parë nuk e bëra dot, është 1 godë me miell, i kam shtuar 2 goda me miell. E i kam shtuar dhe tjetrën. Janë 2 goda plot. E sisi mielin, mos të kërthash këtu e sisi, me këtu i shtojmë 1 godë me vaj lule dielli. I kam shtuar 1 bustinë lievito peridolce, flurës nuk e di çfarë, në shqip nuk më vinë. Dhe ja ku e kemi gati për muffin, që kemi bërë me gjithë përbersit. Edhe tani do t'i mbushim që të gjitha këto. Si që thash, unë përgatita 20 copë, nuk i kam hedhur çokoladë brenda, se thjesht do t'i mbushim dhe me çokoladë, dhe çokoladat ja kam hedhur vetëm për dekorim nga lart. Dhe ja si që thash, i kam mbushur me këtë çokokremin pandistele, se vajza i donte me këte. I qoj tek puna. Dhe këtu i kam hapur pak fare me thikë, si që shikoni, për t'i bërë mbushjen. Edhe pastaj kam bërë mbushjen me këtë formën me sakoposhi. Dhe ja, i kam mbushur plot. E dolën fantastike.